në Tepelen u mësova dhe kisha bërë disa herë kërkesa që të lëviz nga Tepelena, sepse 10 vjet ishin shumë. Më pranoi kërkesa dhe kaloj në Librazh. Librazhi në fakt nuk është vetëm thjesht një qytet që unë e doja, sepse e kisha kërkuar vetë, është edhe qyteti i bashkëshortes time, dhe unë e njihja nga afër, dhe doja të punoja në atë vend. Në fakt doja të kontribuoja për atë vend, edhe të fitoja për vete eksperiencë, sepse Librazhi është qytet besimtar. Janë njerëz shumë dashamirës, janë njerëz shumë të afërt, të afrojnë, dhe ata të fusin brenda të bëjnë fëmijën e tyre. Në Librazh patjetër që kishte, për mua ishte një eksperiencë krejt ndryshe nga një qytet që unë inaugurova një xhami dhe pastaj dola me 3 xhami nga ai qytet, sepse në 2008 ndërtuam një xhami tjetër, pastaj në Memaliej, kalova në një qytet që kishte 53 xhami. Dhe isha prap një myfti që nuk kisha një njeri përpara që të më tregonte se si duhet i menaxhosh këto 53 xhami. Dhe unë kisha 43 imamllar që ishin aktiv për çdo xhuma, dhe mbledhjen e parë që do bëja me këta imamllar, unë akoma nuk dija se si duhet ju drejtohem këtyre imamllar. Se unë për vete isha myfti në Tepelen, por isha imam. Nuk e kisha rolin në realitet, si ishte roli i myftiut. Dhe aty fillova me një eksperiencë krejt tjetër. Kush ishte eksperienca që unë fitova aty? Nëse në Tepelen kisha problematikat nga jashtë brenda në fe, këtu filluan ato problemet që ishin keq kuptimet, apo prurjet e ndryshme, interpretimet e ndryshme brenda fesë, kjo nuk lejohet, kjo lejohet, kjo është e papëlqyeshme, kjo është e pëlqyeshme. Pra ato për gjithë secilin ato deviancat sipas tyre, që u donte të gjeja një gjuhë të përbashkët, që brezi i vjetër me brezin e ri të gjeja një urë që t'i lidhja, të dyja palët thonin të njëjtën gjë, po përdorin fjalë të ndryshme. Dhe për të gjetë këtë urë më hëngri shumë kohë. Jo eksperiencën e vetë. Më hëngri shumë kohë. Dhe kjo më dha një eksperiencë shumë të mirë që për jetën time është relik në vete. Kam shëtitur të gjitha xhamitë e fshatrave të Librazhit dhe për çdo problematikë që kisha nëpër xhamia, unë i hipja makinës dhe shkoja në vend, falnim xhuman, dilja në hijen e rrapit apo në oborrin e xhamis, ulim kam kryq me pleqt dhe i thoja tani problemin do ta zgjidhim këtu. Në xhami nuk i lejoja të bënin debat asnjëherë, sepse i thoja këtu kemi ardhur për ta adhuruar Zotin, për jashtë do të diskutojmë problemin. Kjo ju pëlqej atyre. Ju pëlqeu sepse thanë ky din ta ndajnë problemin me adhurimin. Dhe këtë unë e kisha domethënë nga një hoxhi imi, Allahu e mëshiroft, besoj që edhe ju e njihni Zeynel Paraplaku, hoxha i xhamis Fatih në Durrës, unë kam pas mësues në medrese, sepse kam marrë medresen Mustafa Varroshi. Ai më pa thënë që duhet të dish të ndash problemet e kësaj dynja me problemet e ahiretit. Nëse i ndan, e zgjidh problemin. Nëse i përzin, nuk do ta zgjidhësh problemin. Atëherë, adhurimi ishte diçka që është për ahiretin. Problemet që mund të jenë keq kuptimet tona, qoftë edhe fetare, janë me fjalë të kësaj dynja. Duhet të ditin ndaj. Dhe kjo më dha shumë gjëra të mira. Pastaj ishin ato netët e gjata të dimrit me oxhak që qëndroja me hoxhallarët e vjetër, me pleqt e zonave dhe rrinim deri për namaz sabahut. Unë vetëm dëgjoja, ata flisnin. Në zonën e Librazhit ka një zakon shumë të bukur. Ata ftonin njerëzit e pothuaj të gjithë fisit me krushqi, me njerëz, sonte kam me vludin. Tani po ta marrim në atë aspektin me vludi, e kemi parasysh në atë. Bidat. Në termin etimologjik të fjalës. Ju tregoj unë kush është me vludin nëpër shtëpiat e Librazhit. Ato konakt u mbushin me 50 deri në 100 burra. U falte namazi akşamit. U knonte një pjesë me vludit. Kur'an, u falte namazi yacis. U hante darka dhe deri pothuajse për namaz të sabahut aty u mante ligjërat me tema të ndryshme, fliste mëftiu, fliste hoxha, fliste dikush tjetër, u bënin bashkëbisedime dhe aty kishim të rinj shumë që sot ata falin namaz. Pra ishte një kuvend tamam kuvend burrnor, od burrash,
që shërbimi u bënte nga vetë burrat brenda, kafja u zinte në oxhak dhe u shpërndante dhe vazhdonte më vetë. Atë shije që unë kam marrë në ato net, nuk e kam marrë në asnjë vend tjetër. Që për mua është eksperiencë shumë e bukur. Pastaj problematikat që kishim në librazh, thash, ato keq interpretimet apo keq kuptimet, kalonin kur ti u tregoje dashamirës. Kam pas një veti që unë falenderoj Zotin që ma ka dhuruar, kam qenë gjithmonë për të bashkuar dhe për të rregulluar, sepse është një fjalë e urtë që thotë, në fakt të thonë për arkitekt Sinanin, Allahu e mëshiroft, thonë për xhamin Sulejmanie që ka bërë në Stamboll, për të ndërtuar një Sulejmanie duhet një mimar Sinan, po për të shkatruar s'ka problem, jepja kujt dush. Tani atë pjesën e shkatrimit e kishin marrë tjerë përsipër dhe unë nuk doja të isha atje. Ja kishe lënë atyre. Unë doja të isha ajo pjesa që çfarë mund të ndërtoj. Dhe faleminderit Zotit, në dijen intime kam qenë vetëm tek pjesa, pra jam munduar të ndërtoj, patjetër që ka pas gabime. Ka gabime, do vazhdoj të kem gabime, se jemi njerëz, por që elhamdulillah prej Zotit, më ka rezultuar gjithmonë pozitiv. Edhe ne e falenderojmë Zotin që ka një myftësi si ty që vetëm përpiqet të përbashkojë zemrat në fjalë dhe të unifikojë ato. Por ne që jemi ke gabimet edhe myftëlerët sigurisht janë njerëz, edhe xhallarët janë njerëz, imamllarët janë njerëz. Bëjnë gabime. Cili është një gabim të cilin e ke bërë dhe ka ngel në memorien tënde të i pashlyer, domethënë, dhe ke përfituar shumë prej tij. Është një gabim, në fakt motoja e podcastit tuaj është pikërisht ai. Edhe mos i përgjigjesh, nëse Jo, është fiks ajo që ju keni në podcastin, pra Haptas, dhe flasim për fenomenet jo për njerëzit. Patjetër. Një ndër gabimet që unë e kam, domethënë, vadh në vesh, dhe falenderoj shumë vllajin tim, vllain e madh Beharin, sepse ai ma ka tërheq vërejtjen. Ndoshta kam prit ma tërheq vërejtjen ndonjë hoxh, ma ka tërheq ai. Ai nuk është praktikant në fe, nuk është praktikant, por kishte vënë re një gabim. Kush ishte gabimi? Deri në atë kohë, kishte raste që unë flisja për personat në rrjetet sociale, kur shikoja ndonjë gabim tek Arditi apo tek Genti, thoja Genti këtu edhe i bija, me atë timën, pra me atë zgjuarsinë time, unë bëra bombë. Drejt për drejt. I rash, po. Pas disa kohësh më merr në telefon vllai dhe më thot, kur të vish në Shkodër do pim një kafe. Shkoj në Shkodër, ulem ja dhe më thot mu, po ja them siç më ka thënë, sepse nuk e harroj sa ti jeta. A fiton diçka me ato postimet? Pra, të jep dikush diçka? Materiale? Jo. Të jep urdhër dikush t'i shkruash? Jo. Qa drejt që ndonë me ta? E pash. Vllata, ti e figur, ti mund të flasësh për fenomene, si e i vogël ti të flasësh për emra. Aty unë nala mendova, i thash, kam për ta majtë sa t'jetë jeta këtë. Sepse më ndryshoj komplet qasjen që unë në fakt duhet t'ja thoja unë ati. Për nga ana fetare, pjekuria fetare, ku ta di unë, duhet unë t'ja thoja ati. Në fësi i dashur, kemi një vëlla të madh, i cili ju jep një këshill, dhe sigurisht, domethënë ju ka xhan shumë se jeni gjaku i tij, edhe pse ai nuk është ritualist, juve ja morët këshillën dhe kjo u bë udhëfys për jetën tënde. A vjen kjo vetëm nga edukata familjare apo dhe nga Islami, apo nga të dyja bashkë? Në fakt është një gërshëtim i të dyjave bashkë, sepse unë që i vogël, pra që 10 vjeç kam filluar të mësoj për Islamin dhe jam i privilegjuar që në vitin 98 Allahu e mëshiroft Hafiz Sabri Koçin dhe Faik Hoxhën, i mëshiroft të dy, më kanë dhënë ijazetin, siç e kanë shkruar ata vetë në letër, pra lejen mund t'i them apo diplomën për të qenë imam, ndërkohë që unë isha 14 vjeç, isha fëmijë i vogël dhe isha imam në fakt në një fshat. Shkoja imam dhe vllai ishte gjithmonë suporti nga jashtë që unë të vazhdoja, sepse gjyshi im ka qenë myezini i fshatit. Unë nuk e kam njohur gjyshin, ka vdek shumë i ri, gjyshi, por ajo edukata për të dëgjuar më të madhin ka qenë gjithmonë sepse babën e kam pas autoritar. Autoritar në kuptimin e plot të fjalës, hija e tij ishte më rëndë se vetja e tij. Atë Allahu e mëshiroft na u nda nga jeta në gusht, pra gushtin që kalum, dhe vllai për mua pra ishte baba 1,
vllai 2 dhe patjetër që ishe i vetëdijshëm që vllai më do të mirën. Në Islam nuk ka një kufizim që duhet të marrim këshilla vetëm nga ai i cili është njësoj si ti, por edhe nga një bim, edhe nga një kafsh. Ne kemi pejgamber që kanë marrë mësime nga insektet. Sulejmani a.s. Kemi pra pejgamberin a.s. që ka marrë këshilla nga jo muslimanët. Atëherë, nëse duam të ndjekim rrugën e pejgamberëve, ne duhet të marrim këshilla aty ku duhet, nga ata të cilët më të vërtet e shikojmë që ka me sinqeritet. Dhe vllai im më kishte pritur mua që të shkoj me sinqeritetin e tij që mua të më shifte aty ku duhet. Dhe sinqerisht ai ja ka arritur qëllimit. Fal edhe teje, sigurisht që ja dëgjova të këshillit, që është shumë e vështirë sot edhe për një mufti. Të vim të një pikë tjetër i dashur. Ju sigurisht që jeni për bashkëpunimin e hoxhallarëve apo jo? Patjetër. Patjetër.